Sistemi i edukimit në Shqipëri, edhe pse i mbushur me një numër të lartë universitetesh, sërish nuk është gati të shërbejë nevojave të tregut të punës. Të dhënat flasin për një fluks të madh të rinjve që diplomohen në fusha si drejtësi apo ekonomi, por tregu është i orientuar në sektor të tjerë. Drejtori i Fondacionit Gjerman, Frederik Ebert, puna e të cilit fokusohet në zhvillimin ekonomiko-social të një vendi, thotë se hendeku mes kërkesës dhe ofertës në tregun shqiptar të punës është i lartë. Mendoj se gabimi është që shumë të rinj shkojnë në universitete, por ata nuk dinë asgjë për tregun e punës dhe për të ardhmen, sepse këto studime nuk janë të lidhura me nevojat e tregut. Në këtë rast mund të them se nuk mund të ndërtosh një shtëpi vetëm me arkitekt, por nevojiten edhe inxhiniera dhe murator. Ndaj mendoj se këto dy profesione mund të jenë fitimpruese në të ardhmen. Për të zbutur këtë hendek, drejtoria e programit për trajnimin dhe arsimin profesional në korporatën ndërkombëtare gjermane thotë se politikat duhet të orientohen drejt arsimit profesional. I think in the field of tourism, hotellery, Unë mendoj se turizmi, hoteleria, mekanika apo agrokultura janë sektor premtues për tregun e punës në Shqipëri. Përveç universitetit, nevojiten trajnime të vazhdueshme për të rinjt që kërkojnë punë. Kam dëgjuar që të rinjt përfundojnë studimet në shkollë në fusha si drejtësi, teknologji apo ekonomi, por kjo nuk mjafton për t'i evidentuar ata si një potencial i nevojshëm për tregun e punës. I pranishëm në konferencën për zhvillimin ekonomik, arsimin profesional dhe mirëqenia në Shqipëri, Ministri Erion Veliaj premtoi se me buxhetin e vitit 2014, kurset profesionale do të marrin më shumë vëmendje. Të mësojmë njerëzve të bëjnë diçka dhe jo vetëm të lexojnë ose të mendojnë gjëra. Ndaj dhe kemi një përkushtim që ta reflektojmë që në buxhetin ton të parë, që të shpenzojmë më shumë për arsimin profesional. Ndaj nuk mjafton vetëm një diplomë universiteti për të patur një të ardhme premtuese në punën tuaj, por zgjedhja me kujdes e degës për cilën ju do të studioni është hapi i parë nga duhet të nisë karriera e jetës tuaj.